Partitë politike në Maqedoni kanë pritur afatin e fundit për të dorëzuar të shtunën në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që mbahen më 27 prill. Bashkimi Demokratik për Integrim sot dorëzoi listat për 9 njësitë zgjedhore, pra për 6 njësitë zgjedhore në Maqedoni dhe 3 njësitë zgjedhore në diasporë. Në këtë mënyrë, ne bëhemi partia e parë politike shqiptare e cila shtrihet në tërë territorin e Republikës Maqedonisë. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në afat brenda 48 orëve do të konfirmojë nëse listat janë në pajtim me përcaktimet e kodit zgjedhor, ndërsa partitë në një afat të shkurtër kohor mund të bëjnë eliminimin e parregullsive eventuale. Fushat elektorale për zgjedhjet e parakohshme parlamentare nis më 5 prill. Drejtuesit e KSZ-s apelojnë për fushat korrekte. Me që ndodhen që ne kemi zgjedhje të shpeshta në Maqedoni na ndodh kështu, unë besoj që partitë politike janë të pjekura që të udhëheqin kampanjë të qetë demokratike. Gara më e fortë me subjekteve shqiptare në këto zgjedhje parlamentare do të zhvillohet në njësinë zgjedhore numër 6, për shkak se shumica e votuesve në këtë njësi janë shqiptar. Bartës të listave për deputet në njësinë e 6 zgjedhore janë caktuar liderët partijak, Ali Ahmeti BDI-s, Menduthaçi i PD-s dhe Rufi Osmani i RDK-s. Parlamenti në Shkup ka 123 ulse, nga çdo njësi zgjedhore në Maqedoni dalin nga 20 mandate, ndërsa diaspora përfaqësohet me 3 deputet. Partitë shqiptare në zgjedhjet e kaluara kanë marrë 25 mandate, 15 deputet BDI-ja, 8 PD-sha dhe 2 RDK-ja. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.